Sot është një ditë e trisht për gjithë ne, për gjithë komunitetin e futbollit, për gjithë sportin, për gjithë Shkodrën, për gjithë Shqipërinë. Sot kena orë me ndërru një figurat më të shume të futbollit shqiptar, shkodran Polin Noja, një legjend e vërtet e Portës së Vllaznisë, por një kontribus jo vetëm në fushën e lojës, por një kontribus që ka dhënë edhe mbrapa për Vllazninë. Shpreha e tij e famshme Vllaznia është jeta jeme, e ka qenë pjedestal çdo gjë që ka bëj për Vllazninë, për qytetin, dhe ne jena shumë minjos figura të tilla dhe gjithmonë duhet na shërben si një shembull frymëzimi edhe për brezat e ardhshëm. Këto figurat moja sportit, në veçanti Polin Noja, i përjetshëm qoftë kujtimi i tij. Pas Medinxhegës, Ramazan Dragamit, Saba Bizit edhe Polin Noja u largua nga kjo botë. Në përsjelljen e Bizit patët deklaruar një premtim se tribunat e Loro Boriçit të stadiumit do të emërtohen me këto emrat e kollosëve të kësaj katërshe. Po tjetër, ta kanë qenë 4 korifejt e futbollit shkodran dhe emrat e tyre duhet i ngrejmë pjedestal pa diskutim, të vendosim ashtu që kemi propozuar, dhe por procesi është e rëndësishme që shembujt e tyre të jenë gjithmonë bërin frymëzimi për brezat e ri, që të ecim në gjurmët e tyre. Kjo është e rëndësishme. Faleminderit.